Kushtet fizike në shkolla luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm në procesin mësimor, por edhe në shëndetin psikologjik të nxënësve. Hapësira e mjaftueshme, ndriçimi dhe ajrosja e mirë janë element që ndikojnë drejt për drejt në përqendrimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Mungesa e këtyre kushteve krijon ngarkesë mendore dhe ndikon negativisht në potencialin e tyre për të përvetësuar dijet. Mbi ngarkesa me numër të lartë të nxënësve do të krijonte përveç aspektit profesional didaktik, mësimdhënës do të krijonte edhe probleme psikologjike tek nxënësit dhe tek fëmijët. Ka klasa shumë të vogla, të ndriçuara keq, ka klasa të cilat edhe ngrohjen e kanë me lëndë drusore disa, sidomos në zonat rurale, dhe vetë djegja ose tymi që mund të krijojë ky proces ngrohje mund të krijojë edhe situata jo komforte brenda procesit mësimor. Një tjetër shqetësim madhor për shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve është jeta sedentare dhe mungesa e aktiviteteve fizike. Aspekti tjetër që i mungon shkollave është pjesa e të dalit jashtë shkollës, pra aktivitetet të cilat e mbushin sidomos aktivitetet në natyrë. Unë e them shpesh dhe kam thënë shpesh që një nga e ardhmja e të nxënit dhe të pasurit nga si duhet në aspektin psikologjik të rinjt dhe adoleshentët është aktiviteti me natyrën. Të qenit bashkë me njëri tjetrin dhe një mjedis sa më të ajrosur, sa më të pastër, sa më të kulturuar. Për të siguruar një zhvillim të shëndetshëm dhe një edukim cilësor, është e domosdoshme që shkollat të marrin masa për përmirësimin e kushteve fizike dhe të nxisin më shumë aktivitete sportive e rekreative për nxënësit.